Nëntogeri Vejsa Ibrahimi ka përfunduar me sukses trajnimin më sfidues në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe është bërë femra e parë ndërkombëtare që ka diplomuar ndonjëherë në Range School. Range School është një nga trajtimet më të vështira dhe prestigjioze të ushtrisë amerikane, që synon zhvillimin e leadershipit dhe aftësive taktike të oficerëve në nivelin e njësive të vogla. Ky kurs sfidon pjesëmarrësit në aspektin fizik, mendor dhe emocional përmes stërvitjes intensive në 2 faza, derbi Monday dhe faza që është më kryesore, swipe. Gjatë trajtimit pjesëmarrësit përgatiten për të udhëhequr operacione komplekse në terren dhe kushte të ndryshme taktike, duke përfshirë misione pritëse, patrullime të gjata dhe planifikime të detajuara në nivel togu. Stërvitja kryhet me mbështetje minimale logjistike, me mungesë gjumi, ngarkesë të vazhdueshme fizike dhe presion psikologjik të lartë, me qëllim të vazhdimit të qëndrueshmërisë dhe vendimarrjes nën stres. Trajtimi realizohet në standarde të barabarta për të dyja gjinit, ku të gjithë pjesëmarrësit pa përjashtim përballen me të njëjtat kritere dhe sfida. Pas përfundimit me sukses të kursit, ushtarakët që diplomohen si range konsiderohen të aftë të udhëheqin operacione në kushte ekstreme, në çdo klim terren apo situatë luftarake dhe të shërbejnë si lider të besueshëm në strukturat e tyre. Në këtë cikël diplomimi, nga 148 pjesëmarrës që përfunduan me sukses kursin, vetëm 3 ishin femra.